Pastroni tërësisht zorrën e trash vetëm me këtë recetë fantastike në kushte shtëpie. Zorrët luajnë një nga rolet më të rëndësishme në trupin e njeriut. Ato mbajnë ekuilibrin e ujit në trup dhe rregullojnë sistemin imunitar përmes procesit të tretjes. Për një trup të shëndetshëm, funksionimi më i mirë i zorrëve është jetik. Përbërësit që juve do t'ju duhen për këtë recetë janë 1 litër ujë i pastër dhe 1 lugë çaj piper i kuq, 2 lugë çaj shurup panje, lëngu i 1 kokre limoni të shtrydhur. Përgatitja e këtij çaji është shumë e lehtë. Ju duhet vetëm të përzieni të gjithë përbërësit tuaj së bashku dhe ta konsumoni atë për 10 deri në 16 ditë në mënyrë të rregullt 5 deri në 6 herë në ditë nga një gotë. Ju duhet të pini vetëm 1 litër nga kjo përzierje në ditë dhe jo më shumë. Përbërësit e këtij ilaçi kanë veti të larta detoksikuese dhe gjithashtu do të ndikojnë në pastrimin e zorrës së trashë dhe njëkohësisht për pasojë, ato do të ndihmojnë edhe në rënien në peshë.